Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku tamam mendon që jemi mrena, jena shumë jashtë. Bashkë kur doket që jena jashtë, jemi pak ma mrena. Sot në studio kam një artiste që nuk njeh kufi sa i përket kreativitetit. Aktore filmit, teatrit, pjesë të televizionit, ka shkëlqy në të gjitha projektet që ka marrë pjesë me role të paharrueshme. Me një energji unike që lëviz mes dramës dhe komedisë. Ajo është gjithashtu prezantuese, stand-up komediane. Kur ka nevojë edhe aktore bëhet. Në pa është nevojë e merr edhe shpatën del me luftu, po hala s'ka ardhur koha deri aty shiqër. Fituese e çmimit për aktoren më të mirë, më fal, në Mitrovica Fest. Gjelana vazhdon me sfidu veten edhe me sjell karaktere autentike kudo që merr pjesë. Gjelana, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që prezantimi. Veç aty çmimet nuk janë të gjitha, veç një pas ka dalë të ditë që ke gjetë. Ja, këta e kam gjetë në faqen që është si Wikipedia, po është për artista. Po. Wiki diçka e pat. Wiki. Po. Okej. Nuk jam i sigurt. Gjeki. Po. Mirë se erdhe mas pari. Mirë se gjeta. I bën krejt kapak. Kryesisht merresh me aktrim. Çka kemi thonë dikujt që don mu marrë me aktrim, po që ka zero talent? A din është një shprehje. Qifi është më i madh se Stambolli, thonë. Edhe një shprehje në anglisht e kanë ride your horses, në demek rri para kuajve të tu. E mira është që mos mu përzi. A din e shesh që s'po ta rrok, ma mirë është mos me munu vetën. Ti nëse don me e bo kështu pak si për hobi, bëne, po mëse merë seriozisht tani me të shku jeta që aty mu bo nervoze, atë se s'ka nevojë. Gjithë duhet me gjetë njeri diçka që i pëlqen me bo, tani mu knasht të bo dhe se ndjenë si punë. Po çka nëse i pëlqen me kon aktor, po tash talentin se ka, po fort bre ka shef me kon aktor, o tepër be që 20 veta janë të i thonë, po s'është aktrimi për ty, nuk ka që e nal. Le të vazhdojmë. Le të rrokët tani për murit. No, është ma mirë për murit se sa baba e vetë. Ama ma mirë o njëri me marrë vesh vetë, herë do kur, herë të se vonë. Pa e provu, thonë, po. Qysh është ajo shpreja, pa të sos, kur të sos... Kur djegë është prej qumshtit i frynë kose tani tanë? Që kjo është. Shkurt thrasin Gjeki. Po nëse kom shkurtu. Kushe ka shkurtu? A i ki parë që ti nuk ja lem vetë të zamërin. Kur si e përgjajs për amërin tonë. Ti kush ka vendos me thirë, që ashtu dhe ti mos ki qa ju bënë. Mu të ranu, a bënë mësë me më thirë që shto ata veç, e kanë marë mali. Veç edhe ma shumë thirën. Pra prej kur linë që ta lojnë prind emnin që s'dvesin, mas ne edhe nofkën ta lojnë edhe nuk dvesin. Kush do që të qëllën tani tekët? A ki po do kësi nofta, mami me nofta. S'ki faj. Nofta, por anë konë gua aty ku dhem dhome. Njështë atë në. Jo në do novë ka bullizuse, a ki po? Nuk dia ka ma shumë se shqiptarë që ka novë ka bullizuse. Zgatra vell. A më din? Zgatra vell. Se jam mërdoj që po të ka ma Se sun pi përmeni kreta. Ja, sun e s'moj, po edhe nëse i përmenim, shuqere kena bukin. Me tu tek medaljonë dhe najqës, e? Aj, zotin arujt. Gjeki, tregom qka është ma e dhimbshme për ty. Do më thunë që munon shumë. Mos me të vlerësu për punën që e bën, për talentin që e ki, apo ma e dhimbshme është mos me pas ujnë më ngjes me boni tush. Jo është tash herë që kjo, e dyta është. E dyta? Se e ki për shpejt. A vlerësimin tani, atin, e din që herë do kur dikush ka medalë edhe me pa ato që te ki bu, nëse jo sot, mas një 20 vjetëve. A boni zjete ujë sot për sot, s'ki që shdel. Ama në këtë rast ti si aktore, për shambull edhe nëse s'ki ujë, edhe nëse se ke bo tushën e mëngjesit, ti ki aftësit me dalë edhe me aktru kishe e mla. Po, a mund është? Jo, me lujt lamën. Po, me lujt lamën. Në kamerë, muj me lujt. Okej, ama ti për shambull, manin erën, s'ki që. Kjo për film mundet me, okej, për teatr jo. Jo, okej. A më tregon qka që unë lumëturi? Unë menoj që lumëtuni është gjithë qka kështu që një është rahat me qëta. Aden që ato që pushën disysh, ku të flanë, shpirë të qenja. Ka e lumëtuni. Pa marë parasysh tani qka është.
Do me thonë edhe nëse s'ke bo të shjera hat, Jo. do shpëtoni lumtur? Lumtuni është kur të pushon loshka masi që je lodhë. Ah, okay. Sapën. Okej. Kush është ma kritik? Publiku? Apo ai zëri yt thellë brenda në trurin tënd që s'len rahat ka njerë edhe natën? Njeri është i prirun me qenë vetë kritik. Publiku është kritik, po shme thonë, ma shumë më dhem ka njerë kritika e njerëzve të punës tonë, se sa e publikut. Sepse ka njëherë na i kemi padashje do inate do gjeluzina ndërmjet vetit, edhe dim mos me qenë shumë objektiv, edhe ka njëherë dhem me thonë një kolegas ose një kolege, me ta borraf. Shumë ke qenë e mirë, ke shkëlqy. Bravo. Ati e din mrena thellë që nuk e ke bo ma të mirë, a din? Që tu amun është me qenë pak ma... Ama prap vazhdan Jep ma kritikën që du, mos shko dani mi thonë, Tjetër kujt? tjetërit e kish bu... A ka shumë qëse fjale më pash mes aktorëve? Po gjetë, po. Jo të të gjithë, po të ata që janë të pjekun edhe të përmbushun edhe të rritun edhe rahat me vetën, nuk menoj që bojnë të tilla. Po vetë ata që janë pak ma. A është arsye që jena nashta pak mrapa, në përgjithësi, ka filmi, ka teatri, Nuk jemi mrapa. në krahasim me ku kena mujt me kon? Jo. Po Unë prap menoj që qëndrojmë tepër mirë. Okej. Unë gjithë menoj që jemi shumë mirë. Gjithë këthena me menu që sa vjet jemi na të lirë. Ti hala nuk e koncepton, s'munësh me perceptu këtë farë definicionin e lirisë, sepse deri para një kohet s'ke mujt me thonë, as me mendu, as me bo që do që ki dashtë. Kështu që kur ki dalë prej asaj, në tranzicion na hala jemi dika. Tek gjeneratat mas neve kanë me ditë dhe me shiju. Kështu që jo, qëndrojmë shumë mirë me ne. Okej. Unë nashta... Unë jam shumë optimiste. Tash ka dalë veç pak. Jo optimiste, kështu të thotë, po që? Që shet diçka, ka një brum. Po pra. Se thash mos je veç optimisti kështu që ki qef me abo pak qefin vetë. Banja, qefin. Banja, kush e kënon që thonë? Shiret jam do. Krejt piknojnë. Kejt e kënon. A e di që kejt i Exactly. Kejt e kënon që të kanë. Kur do me gjetë burimin shansas ka. Ja, shqale. Kush e ka shkru tekstin? Një djali halës dikujna, nuk e di kujna. Poezin e don shumë. E kom vrejt edhe prej mënyrës që shi lexon, ta kom një zonë në disa reklama, audio reklama. Qyre, për shkak edhe vetë që punoj në radio, i një krejt reklamat e mundshme. Edhe ka reklama që më pëlqej, ka reklama që nuk më bezdisin, edhe ka reklama që i ndëgjej me shumë qef. Kur është zoni jot, e ndëgjej me shumë qef. Faleminderit. E don poezin deri në pikën ku shkruan poezi. Po be. Madje ke botu edhe librin Asgjë s'ka ndryshu. Jep. Tash e den edhe ti se që tu jeton. Tu e ditë që na si popull pritojna me lexu sidomos nëse s'ka fotografi. Ja kena mërzi pa ku është fotografia, apo Po dhe pa ngjyra, pa lëviz pak aty. Diçka Pa prena kush një sapona. Me mamoj të vëmendje, na me lujt dikush surfoj sëb, çush është ajo po. Çka të ka shti me botu këtë libër? Se me poezi. A ke thon të testoj veten apo kur gjë s'kom thonë. Po me veç ke nis. S'dojsha kur gjë. Po veç u bënën disa poezi të shpërndame gjithandej, edhe njerëzit thoshin a bën mi lexu dikon. Unë thosha, kam rrjetet sociale, janë që aty këqyr lëpi. More a bën një vend kështu mi lexu ran me ran. Okej, e tani të asaj për thoshin libër. Okej, me shumë faqe. Me faqe, s'pe di tani sa të kanë qëllu. I kom për mbledh, edhe ma dha në dorë, ish interesant, edhe letër ish. A pritet në libër tjetër që shtë njëjtë? Po. Prime? A jetu punu diçka për momentin? Jo, adin kështu më koncentru, pëse me thonë jom në proces e sipër. Okej. Hala jetu marrë me një film që ka me dojë shumë shpejt diçka, apo? Çka mundesh më na thon diçka më shumë para se me pa premierën?
Po, për filmin muj me thonë që është një dramë goxha interesant, ashtu që të marrë në tension, të merr me veti. Ngjarja ndodh në kohën e luftës së dytë botërore, po kjo nuk do me thonë që njerëzimi ka ndryshu, lirisht çado që ndodh atëherë përveç kostumeve edhe domjekrave, adin gjithçka mendoj që është e ngjashme me ditët e sotit. Pra, asgjë s'ka ndryshu. Pra, shpërre. S'ka ndryshu shumë sana, në thelb njerë gjithë është i njëjtë. Menoj që njerëzve kam i pëlqy, sidomos që ka lidhje me nderin e shqiptarit, besa, fjala, kur vjen në shtëpi miku, që duhesh miku ose armiku, që duhesh me mbrojt në jetën tane, është goxha e fuqishme kështu. A gëzoj me kallëzoj që është? Po, po. Të gëm, tash kishe edhe. Po, filmi është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Kështu që kjo është e neve me këshirë film shumë. Po, pra. O, e ku po një film shkon për një me, e këshim bo film, tash. Shkon shumë interesant, që kjo është e neve me orë. Kur është premiera? Premiera është me non-rel në Cineplex. Let's go, Tani ka me vazhdu me qenë aty për një muj ditë sigurt. Po, nëse ka interesim ma shumë e ku e di qa bëhet, dhe mundet me qëndru ma gjatë. Po, të nuk i dihet. Gjeki, cili është ushqimi jëti preferuar me konsumu, mas e ke marrë vesh që e ke hup një audicion për një rol që e ke dosh shumë? Mas pare e ke hup në një audicion? Po, më të shu. Cili është ushqimi preferuar? Mas audicionit që e ke hup? Mu më pëlqen orizi shumë, me gjithçka, gjithçysh, qa do. Vesh me përzi, ato me loreza, oreza. S'ka lidhë, vish, baza me konë orezë. Kështu që kisha shku me orezë në sigur, tani me qa do që t'ka qëllu. Po, që na i san ve, kisha unë. Atë zime, atë përzime, A di që është një recet është spedi që ka emnin egg fried rice nëse s'ka bëj është me orezë dhe me vo. Pushe? Provoj, dyat që shka kombinime, qa më thonë njëri për me. Faleminderit, të rënë që giftu. Për shto sane, kur gjo, një recetë. Bile që dojmë sova. Shnet. Buk, mos e prej ishta. Se letë e din që dje kena festu për Kosovën. Par djetë e din. Po se të shtu në transmitohet. Mirë. Në vazhdim po du me i testu aftësit e tuja. Se aktore jo që unë jam na i farë. Adin regjisora, kush do. Po veç me mënyrën tem. I kam unë mënyrat e mija veç gjeke. I kam mënyrat e mija unë. Pra, po e ndërtaj skenën paka shumë. Hajde. Për momentin je në komunë Prishtinës. Kjo ardhë për punë tuja, nuk e di unë për shka kjo ardhë, se unë jam në anën tjetër të Spartelit. Emnin e kam Advije. Se Advije ti? Po se di. Pas bërë me pas Shabana? Ja, po kam qef Advije, diqysh se zakonisht këto Advijet e kam, jam pak të ashpra, edhe më pëlqenë që jem të ashpra. Po, e kam pas një këjshik Advije. Nejse, unë jam Advija, edhe jetu prit që gjysore jetu prit. Edhe unë e vijat. Hajde zoj, që kam i me të një mu? Mirdita, unë jam të prit që gjysë ore, bile numrin e ka marrë këgja ma herët, dikush para me, falja jetë më pa. Po, vazhdo, si këtu jam. Dikush para me hine, ja lash hajt thash se nështë ka me urgjent, po prap jam të prit, unë së di a problemit e unë, a te ju. Mirë dhe zoj, kërkoj falje për Vanesën, për edhe kjo sigurimi së dashmi. Advija, ban mu ma këtë punën se... Po, për çka je orë të zoj, me falë, kërkoj falje. Jom tu munu me ndirë ato jashtë certifikatin, po nuk po bën ai... Sistemi? Se dia sistemi. A ka mundësi me ma dhonë në mënyrë kështu? Po ja, nuk i japim na këtë tashma. E qysh i japim? Jo, tash aty të sistemi, veç. Po s'po bën. Bez, më falë që po të emnin? Gjeki. Gjeki, më falë për bez, po unë nuk... A ka mundësi dikon me pru që den, ose që mundë, a ka mund dreq kjo. A për vështë të bëj një telefonat, se e di që je për, me siguri je për gu, se po të një, televizor të këm pati. E me, që kesh atë, qka je. Ha? Të frish sistemi, është kjo aktoja këtu. është kam vën presion pak, po. është kam vën pak si presion, hajde së të në ishë në mu, hek ma qafe, që është ka. Atë vija adil që po të një? Vish një sekund, për që... është normal kjo fante që po të një. Jo të një bashkë të po më presion edhe hek ma qafe. Haj. Farë njerës.
Ngam, qëtash vjen ai burri, se fola unë është nalt, është në paugës për momente, për një gjysore çohet poshtë, e nërjes sistemin edhe e nxjerr. Ai gjysore tjetër me prit. Çka më po bre çik, po, oj, atë skifaj. Kam respekt shumë për. Shumë faleminderit. Shumë më pëlqen. Faleminderit. Po në më shumë. Ani që respektin ana, ka mundësi mos me prit çështo ka gjysore. Po nuk kam dorën e asgjë. Atë vije faleminderit, shumë ditën e mirë, s'kam kohë me prit më shumë. Faleminderit. Na pizza shish. Baja pizza që është më atë vije. A ke atë vija? S'ka shumë e ashpër atë vija. A s'ka shumë e ashpër? Po të të ka njoth. A ke po si të nje. Gjam ka ndohë mune janë. E la njoni kjerën shumë keq. Edhe dola një me u bona nërvoz. Se e la shumë keq kjerën. U dash mos trukën ati të i sahina. Edhe dula i zotnia dash. O zotni, qysh be len kjerën qështu? Ma be dash se s'ban, ma be se s'ka kuptim. Ma njoft tyrën. Ti e që delë televizor, apo? Qka jeti, qka jeti? Qa mi thonë të një? Ma e keqe është kur këto atë vijet, llojet e atë vijeve të tjera së të jalani. është dhe New Karen për Kosovë. Bravo. Ato tjerat që nuk ju bëhet vonë, as nuk të arsëtohet, as kur gjë, është të full me dikon që atë, ta bënzojnë të na veç pret, veç pak. Dash me prit, pret më zdash. Edhe po më dhem pak. Edhe alo s'këm donë pa Ajo e që ti tu i qatë du, bravo. Më dhem pak koka. Ato më pëlqejnë ma shumë. Edhe mu. Për pa cilin tipar, Gjejlane Tërbunja nuk do të ishte Gjejlane Tërbunja. Njerëzit më njohen ma shumë që janë kështu, jo ma friendly edhe ma... Kam natyrën kështu ma qelun ma. Nisoj i qasna se cilit. Ka lidhja, a je presidenti, a je... Do me thonë nëse nuk ishe konë e shoqnushme, nuk ishe konë Gjejlanja. E menoj. A ndodh në herë me konë ti shumë e shoqnushme edhe kur e qetë një barjerë mas nejse me qëto s'po ka efekt shoqnia jeme dhe që ke liria jeme dhe që ke njëri që jam unë me qëto s'po ka efekt. A të në kohë një jep një shansë dytë, një shansë dytë. Që si bjem një shansë dytë, tani bjem 2-3-4. Një taksis një natë për shambull, zdi, a ju vënu, po, anyway, si thash kur gjë për që u vënu, po, ja bona një fore, edhe a i tha, qysh, u këtë shumë seriozë. Qysh ta po thua shto? Ashtë të një falë, po, edhe në bëj humor, thashe, nështë ta nuk e keq kuptu, edhe jo po thash diçka, veç ati nuk ja ka kap, se s'kish. Edhe se kish atë kanalin e humorit heq. Okej, Gjerman. Edhe, a ju bo nervoz? Qysh? U këthy të vëzit, qysh? Tash më falë, tash se unë bëj humor, tash e të proj ka njëherë, po nështë adhen. Edhe që ashtu vazhdoj kime një vetëll të nalë. Deri sa ardhë koha me zbrit, tani me gjoha si ranë me në kushja, ma u qetsua, se diqka, tha, na falni. Apet me nervoz! Po, na falni. Apet vetëllën nalë, na fali se u bona pak nervoz parë. E di që ka njerë edhe kjo që kuptojnë, se jo këtë njerëzit e kuptojnë ose dojnë me bu humor, ose me i kalu situatat me humor abden. Po nuk të bëhet vonë. Ose ka ndonë herë, se me taksista ka bushbe. Që unë për një me më ko nervoz, edhe aj taksista më bëjë. Që është bre, te po ka menu që te veç kesh. Tash jo, ka një herë nuk kesh. Ka një herë edhe jom nervoz edhe vërtas. A kina i zanë me bote, zot një taksist? Për fond. Po be, shpejt, po që një orë jenë ashtu? Cilim fond, mëre. Që një orë jenë më i qëto? Sa është ora? 12:30. Po ku ka bo? 40 minuta. Zakonisht në fund, a i bane për intervista një mesazh për të rinjët, një mesazh për ata që dëshirojnë të merren në aktrin, një mesazh për ata kur s'fol për të moshuarit. Një mesazh për të moshuarit. Se dhe ata na këshyrin, dhe ata janë pjesë e jona, dhe njerëz janë me ta. Mesazhi jam për të moshuarit është i di që në Kosovë, ose në venet e Ballkanit, në përgjithësi, është kultura ndryshe që të rritë duhen me respektu të vjetrin, të rritë duhen me jo afru, të rritë duhen, adhen me i thonë me dita me mëngjes se ku e dion e qka, unë menoj që duhet ndryshe me. Të rritë nuk di. Unë menoj që të më shumit duhet me na mësu neve, se që duhet me mësirë. Kështu që,
kujdesin, dashnin, respektin, mirësjelljen. Krejt që to menoj që ata neve duhet me na mësu. Kur ata sillen me neve që ashtu, na kuptojmë që ç'është po dashka me mësu. Ndryshe, nuk menoj që funksionon. Se kur je i ri ti starok, se s'den, Po, do. se kupton, nuk e percepton diçka të tillë. Po tu e po, zakonisht ç'shtu mësojmë na. Tu e po tjetrin. Ta janë më vjetër, na afrojnë, e ndjejmë, kujdesin, edhe e mësojmë. Shumë e bukur kjo që. Shumë më pëlqej. Se edhe më shtinë me mendu, definitivisht, për shembull, gjyshi jam, se di pse daja e kam konë shumë njeri mirë u konë. Pse ka zgjedh me bërtit të në konë, nuk e di. E gjyshi jam ka qenë që kjo që po të mënë. Apo, i ka marrë njerëz të afër. Ai na ka afru, ai na ka përqafu, ai na ka thonë mirë mëngjes, ai na ka... Ka qenë shumë. E njëshit dhe një 10 sa të pëlqen pyetje. Tatë. E pse 10 jo, po ma qefin moj. Banja qefin. E një më falë se mora vesh që njerëzit po të bishën diçka në emision. Po, zakonisht e bin ka një dhurat, çka do prej tyni, po më nej. Qëra? Çfarë? Kjo, që shqiptojnë që soj në gjuhën Buljan? buljon, ose shtraf. Shtraf është gjermanisht në rregull. Po, buljon. Okej. Që të buljon ta kom pru për çdo rast. Shlirohet najsen, shlirohet emisioni, shlirohet trunja diçka. Dhe shita dhe e shtrëngon pak? A bën edhe për nofull kjo goja kur të më shlirohet? Çka do, kjo është për krejt. Qa do që shlirohet, mund është me shtrëngu. Mos e keq përdoj. Mirë, okej, kjo, po ty qa po kesh e A dhe për din të që e kesh përdorim na, qka? Ku. Gjelani, faleminderit shumë, ishte jashtë zakonisht knaqësi e jashtë zakonshme, edhe me nëzë po pres premierën me 9 prill në Cineplex në Prishtinë. Edhe jo njerëz. Nderi. Po, edhe prej tash mundem ja nis me ble biletat se veç janë në shitje. Perfekt. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty shumë drejt knaqësi ke shumë. Që jemi në emisionin tjetër, s'kena që me zgjallë ma shumë. E në rregull. Faleminderit shumë.